Mazhoranca vendos të zgjedhë vetëm 2 anëtarët e Autoritetit të Medias Audiovizive. Komisioni i Medias është mbledhur paraditën e së mërkurës për të nisur procedurën për përzgjedhjen e 2 emrave që mbështeten nga shumica, ndërsa opozita vijoi bojkotin e saj, duke mos qenë e pranishme në mbledhje. Komisioni i Medias do të shkojë drejt përzgjedhjes së vetëm 2 emrave nëpërmjet parimit të skualifikimit. Në mbledhje gjatë paraditës së të mërkurës, komisioni skualifikoi emrin e Mariana Celës, ndërkohë që gjatë pasditës u zhvillua një tjetër mbledhje për të bërë skualifikimin e emrit të dytë, që në këtë rast është e drejtë e opozitës. Megjithatë, opozita nuk ka marrë pjesë në mbledhje. Kështu mazhoranca ka vendosur e vetme skualifikimin e emrit të radhës. Komisioni për Edukim dhe Mjet Informimi Publik në mbledhjen e sotme, mbështetur në nenet e mërsipërme të ligjit për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë dhe nenet 34.1 dhe 2 rregullores kuvendit me propozim të deputetëve të mazhorancës vendosi: 1. Përjashtimin e kandidaturës së Jacqueline Peto. 2. Ky vendim së bashku me procedurin e mbledhjes do t'i njoftohet gjithë përfaqësuesve të opozitës në Komisionin për Edukim dhe Mjet dhe Informimit Publik me qëllim që të ushtrojnë sipas radhës të drejtën e tyre për përjashtim. 26 kandidat kanë shfaqur interes për të qenë antar të AMA, ndërkohë mbledhja e radhës e Komisionit për Edukim dhe Mjet të Informimit Publik do të jetë në orën 9:30 në datën 2 tetor.